Një tjetër takim i rëndësishëm u zhvillua për kandidatin e Partisë Socialiste në listën e hapur për qarkun Fier dhe Bashkinë Lushnjë, zotin Elton Korreshi. Ai zhvilloi një bisedë të hapur me infermierët e qendrës shëndetësore numër 1 në Lushnjë. Pata kënaqësinë të dëgjoja nga afër shqetësimet, nevojat dhe sfidat me të cilat përballen çdo ditë infermierët tanë të përkushtuar. Roli i tyre është jetik për sistemin shëndetësor dhe për mirëqenien e qytetarëve tanë, u shpreh zoti Korreshi. Gjatë takimit u diskutua për përmirësimin e kushteve të punës, nevojën për mbështetje më të madhe institucionale dhe rëndësinë që ka vlerësimi real i rolit të infermierëve në sistemin shëndetësor publik. Elton Korreshi theksoi se angazhimi i tij është i qartë, të jetë një zë i fortë i Lushnjës në parlament pas 11 majit, duke i kërkuar mbështetjen qytetarëve si një djalë që vjen nga gjiri i këtij qyteti. Një mbështetje sot është një zgjidhje për nesër, më shumë mbështetje për ata që kujdesen për ne çdo ditë, u shpreh ai, duke theksuar për kushtimin e tij për të qenë pranë profesionistëve të shëndetësisë dhe gjithë komunitetit.